ndërsa në partia tradicionale që kryesisht ka folur pa emra, me nën kuptime ose ka bërë akuza dhe të nesmen i ka tërhequr. Unë besoj se nëse partitë e reja do korrin sukses në zgjedhjet e ardhshme janë kërcënime jo vetëm i pushtetit të Edi Ramës, po sidomos i pushtetit zotit Berisha, sepse dhe para e njërë ai nuk arriti dot bashkonte partinë, dhe pse këto parti funksionojnë kur janë jashtë partisë më tradicionale, pra partisë demokratike, dhe kur janë aty brenda nuk funksionojnë. E drejtë. Edhe është pikpyetje e bukur. Në këtë kontekst, ajo që unë dua të pyes pak është edhe më surprizat e reja, siç është për shembull Lëvizja Shqipëria Bëhet e zotit Adriatik Lapaj, e cila në këto sondazhe ka qenë surprizë në përqindjet që del. 6.8 deri në 8%. Pritet që të marrë vot kombëtare. Dakord jam që kjo vot do të shpërndahet në 12 qarqe, por pretendohet që mund të marrë mandat në Tiranë, në Fier, në Durrës dhe në Korçë. Sepse aty ka më të përqendruara votat. A është një surprizë kjo parti politike? Dhe vetë zoti Lapaj, a është një surprizë politike, një lloj leadershipi i ri ose lideri i ri politik, Andri? Në pikpamjen tënde? Unë i qëndroj gjithmonë perceptimit që unë kam. Po, pavarësisht atyre që nxjerrin rezultatet ose sondazhet. Unë besoj se partitë e reja kryesisht votën më të madhe ose përfaqësimin, nëse do marrin një mandat, përfaqësimin do e kenë vetëm Tiranë. Besoj se qarqet nuk japin asnjë mundësi, mund të jetë një ecurim pra, nëse Adriatik Lapaj apo Agron Shea nuk ishte fare, nuk ishte perspektivë, po besoj se është më e mirë kjo që ka bërë zoti Shea, nëse është strategji dhe nëse nuk e bën nga pamundësia, që kryesisht është fokusuar në Tiranë se në rrethe, në qarqe tjera, sepse kur luftën e ketë pamundur në qarqe, kryesisht kur si ke bastionet e tua, apo s'ke strukturat të tua, atëherë do mbledhësh gjitha forcat aty ku mund ta votën më, si them, të maksimizosh votën, dhe kryesisht është Tirana. Pra, nëse ti Agron Shea ose Adriatik Lapaj pretendon për një mandat, mund të pretendojnë 2 nëse forcat më mëdha e tij i vendos në kryeqytet. Kështu që në këtë kontekst ose në qarkun e Tiranës, qarku është shumë herë më i madh. Në këtë kontekst besoj se një gabim të partive të reja, të reja me element vjetër, sa e të reja në thonjë më shumë partitë që kanë grupime, si thuash, me njerëz që kanë dalë nga partitë tjera, apo edhe unë besoj se gabimi ka cili ka të drejtë ta ribëj veten e vet politike ose personalitetin e vet politik. Nuk është ne pam në vitet 91 në T2 si gjithë komunistët u bën ose socialist ose demokrat. Demokrat, patjetër, më i kemi akoma sot, nuk ka i kemi. Po e drejtë. Po pra, problemi është se unë besoj se e para një mundësi që humbën ata ishte të bënin polin e tretë që nuk e realizuan dot për shkak pifamje ndryshme që kemi me njëri tjetrin. Edhe për shkak të egos politike, secili do të identifikohet në vete. Po, besoj se pikpamje ndryshme, ose programe ndryshme, ose platforma ndryshme. Pra, nëse një parti e re, këtyre që pretendonin që ishin të rinj, nuk donin të bëheshin bashkë, për shkak se partitë e tjera që quhen të reja kanë dalë nga i parti tradicionale e vjetër, kjo është legjitime, sepse atë që kanë thënë paktën ose retorikën që kanë përdorur, fakti që kanë mbajtur deri vonë, paktën ka qenë që ne nuk bëhemi me vjetën. Tani se dalin grupime nga e vjetra që kanë qenë po pjesë e tyre, besoj se është legjitime që mos bashkohen. Po të them, nuk po them ego personale, më shumë për pikpamje besoj. Deri diku ose si mund të shkonte retorika, se nuk të falin të partitë e mëdha pastaj të sulmojnë, më kupton? Nëse fjala vjen Adriatik Lapaj do ishte bashkuar me Shea, fjala vjen. Ose Qorri ku diçin ose me Dash Sulën si shtentuan, do i kishte masakruar Partia Socialiste. Me PR. Gjithë retorika do drejtojë që ky punon për Bashën ose ky punon. Nuk është se nuk është marrë Edi Rama dhe tani me Lapajt, se në ato videot komike për shembull përfshira dhe Adriatik Lapajt si personazh në Ditën Varg me Lulzim Bashën dhe me Sali Berishën, nuk është se s'ka qenë një lloj goditje ose fushate negative ndaj tij. I ka përfshirë të gjithë, po problemi është se fokusin më të madh kryesisht Edi Rama e ka mbajt me Partinë Demokratike, ka aktivizuar, si thuash, një debat publik me zotin Basha,
kryesisht që i ka interesuar, që më shumë i ka shërbyer zoti Bashës se zoti Ramës, por zoti Rama ka një feedback tjetër që mund të marrë prej, si thuash, të maksimalizimit të audiencës së zotit Basha, se një pjesë e votave demokratëve, një pjesë e mirë e votave demokratëve do shkojnë tek demokratët euroatlantik. Kështu që kjo është një lloj fitore për Ramën dhe nuk ka nevojë të shprehet ndryshe. Pra, pak a shumë i ka prekur të gjithë partitë, kryesisht nuk ka ndërtuar një debat thelbësisht bazuar mbi ideologji apo nuk po e di unë, që mund të flasin, kryesisht kanë përmendur bëmat dhe gjëmat apo ironitë e sarkazmën e përdorur nga kryeministri për liderët caktuar të partive politike. Pa e që të bën përshtypje se pas të thash Marsit që pas i humbën shansin për të formuar një pol të tretë, ajo që ishte ose atë që në paktën unë mendoj se nuk e kuptojnë partitë e vogla është se do të kishin përqendruar më shumë fuqinë për 2-3 zona ku i kishin bastionet e tyre, se shpërndarja nuk krijon përfaqësim. Pra, unë mendoj se shanse më të mira për përfaqësimi kanë Tiranë ose për të bërë mandat. Besoj se kanë të vakta. Durrësi është i çik si thuash, më i lëkundshëm, por prap ngelen tradicional qarqe, nuk do ketë ndryshime në qarqe, besoj, dhe një çudi e madhe ose një, ku dëgjon, për shembull dhe zoti Qori që është radikal, që ka mbështetje kryesisht gjithandej, pra është partia Lëvizja Bashkë. Lëvizja Bashkë. Po. Ka mbështetje, mund të kenë mbështetje në rang kombëtar. Problemi është se fuqinë e tij më të madhe, besoj se e kanë Tiranë dhe ndoshta aty është përqendruar më shumë. Ka shkuar dhe në rrethe për të Po këtë qetësinë nga ana e Spakut anëri, si e shikon? Mendon që do ketë bumin e madh të shqiptarëve ditën e zgjedhjes apo mendon që tashmë Spaku mund të ketë, edhe nëse do ketë procedime të reja, mund të jenë pas mbajtjes së ditës së zgjedhjeve dhe jo pikërisht për realizimin e zgjedhjeve? Pra fenomeni i ndëshkimit të tjetërsimit të votës nuk është se e shikon shumë prezent, le të themi. Jo, ata dolën me një deklaratë që janë kaq njerëz 130, se mbaj mend fiks numrin që janë proceduar. Kryesisht nga denoncimin në portalet përkatëse, ndoshta edhe nga KQZ apo portali që ka hapur Spaku. Po. Pjesë tjetër nga zyrtar, pjesë tjetër nga qytetar, varet se si, ose subjekte politike. Kështu që në këtë kontekst, ajo është puna që mund të bëjë Spaku, se s'ka çfarë, nuk del dot rrugëve me pankarta as me megafon që thotë kapni hajdutin e zgjedhjeve. Kryesisht do bëj raportime, hetime. Dhe në këtë kontekst, rastet mjaft që denoncohen që kjo lloj pandishkueshmëria e këtyre rasteve jep, si thuash, një lloj optimizmi që të ripërsëriten edhe zgjedhjet e ardhshme që do të vinë. Kështu që në këtë kontekst, nëse puna Spakut unë besoj, e Spakut apo e policisë dhe prokurorisë zakonshme, se s'është vetëm Spaku në lojë, se flasin sikur këto të tjerat nuk ekzistojnë, gjithë puna e tyre, biles të tjerat janë dhe parandalus. Policia, sidomos, konsiston në faktin që sa më shumë dënohen, nëse ka raste, sa më shumë identifikohen raste tilla të krimit zgjedhor për shitblerje të votës apo deformim apo për presion të qytetarëve për shitblerjen e votës, këto raste denoncohen të gjithse kushtit marrë përgjegjësinë që i takon përpara ligjit, në mënyrë që mos përsëriten në zgjedhjet e ardhshme. Kështu që unë besoj se puna e tyre është e plotësuar, se s'ka çfarë, gjithë organet, pra policia, prokuroria e zakonshme, apo Spaku e kanë bërë punën e tyre. Hetimit, nëse mungojnë rastet e flagrancës dhe ti Marsit e di shumë mirë, pjesa tjetër do të zgjasë pastaj hetimi, se nuk mund ta lesh ti na. Kush ka qenë një surprizë për ty në këtë fushatë elektorale? Diçka që për shembull të ka bërë përshtypje. Nuk e kam vetëm në kuptimin politik, po diçka e re për shembull që nuk ka qenë evident ose prezente fushatat e tjera. Për shembull, për mua ka qenë kjo lufta në betejë nëpërmjet mesazheve në rrjetet sociale e zëngjines me